Nga kjo e martë e një kurikut, marrëveshja për njohjen e ndërsjellët të viteve të punës mes Shqipërisë dhe Italisë ka hyrë zyrtarisht në fuqi duke sjellë një lehtësim të madh për mira qytetarë shqiptar dhe italian që kanë punuar në të dy vendet respektive. Individët që plotësojnë kriteret për përfitimin e pensionit mund të aplikojnë pranë zyrave të sigurimeve shoqërore në të dy vendet ose online në portalet zyrtare. Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri ka bërë të ditur më herët se janë marrë masat për përballimin e një numri të madh aplikimesh që sipas parashikimeve pritet të kalojnë mbi 500 në ditë. Një nga risitë më të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje është bashkimi i viteve të punës. Pra, për të gjithë ata që nuk i plotësojnë individualisht kushtet minimale për pensionin në njërin nga vendet, 20 vite në Itali dhe 15 vite në Shqipëri, ekziston tani mundësia që vitet e kontributeve të mbledhura në të dy vendet të merren në konsiderat si një total i vetëm. Kjo do të thotë se edhe ata që deri më sot nuk kishin të drejtë për pension për shkak të viteve të pamjaftueshme, tashmë mund të përfitojnë. Sipas autoriteteve italiane, kostoja për mbulimin e pensioneve për shqiptarët që do të përfitojnë në Itali gjatë vitit 2025 llogaritet rreth 51.6 milion euro, ndërsa deri në vitin 2032 kjo shifër pritet të arrijë deri në 270 milion euro. Nga kjo marrëveshje pritet të përfitojnë mbi 500.000 shqiptar, si dhe rreth 4.000 shtetas italian që kanë jetuar dhe punuar në të dy vendet ndër vite. Ky proces bëhet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe IMS Italian. Nga kjo marrëveshje mbulohen pensionet e pleqërisë, sigurimet për përfitimet për sëmundjet apo sigurimet për papunësinë. Për të marrë pension në Itali duhen minimalisht 20 vite punë, ndërsa në Shqipëri duhen minimalisht 15 vite. Por me këtë marrëveshje të gjithë ata që nuk plotësonin kushtin minimal të viteve të punës, tashmë kanë mundësi të përfitojnë, sepse vitet e punës bashkohen.